Bismillahirrahmanirrahim. Respektimi I xhamive. Përmendet disa rregulla që lidhen me kodin e sjelljes dhe të etikës gjatë qëndrimit tonë në xhami. Disa prej tyre janë: së pari, duhet të shmangim kryerjen e harameve e gjunaheve në xhami. Transmetohet prej të dërguarit të Allahut, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar. Koha e qëndrimit të besimtarit në xhami për të pritur faljen e namazit është prej formave të adhurimit, për sa kohë nuk humbet yuhiddis. U pyet profeti I nderuar, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar: O I dërguari I Allahut, ç'është humbja el hadath? Ai tha: humbja e vetdijes, kështu kryerja e harameve e të ndalurave fetarisht dhe veçanërisht përgojimi I të tjerëve gjatë qëndrimit në xhami është prej veprave që ngrinë dhe e zhvlerësojnë veprën e mirë, pra e humbasin vlerën dhe shpërblimin e qëndrimit në xhami. Së dyti, nuk duhet të ngrihet zëri në xhami. Transmetohet prej të dërguarit të Allahut, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar: mos lejoni që xhamit tuaja të frekuentohen për njerëzve me të meta mendore, si dhe për fëmijëve të vegjël. Mos lejoni që zërat tuaj të ngrihen në xhami, përveç se në përmendjen e Allahut. Së treti, menjanimi I fjalëve të pavlera. Transmetohet prej të dërguarit të Allahut, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, që kur është pyetur prej Ebu Dherrit, Zoti qoftë I kënaqur me të, rreth popullimit dhe frekuentimit të xhamive, është shprehur: mos I ngrini zërat tuaj në xhami dhe mos u merrni me fjalë dhe me debate të kota brenda saj. Mos blini dhe mos shisni brenda tyre. Hiqni dorë prej fjalëve të pavlera kur të jeni në xhami. Nëse nuk hiqni dorë prej këtyre punëve të ndaluara, ditën e gjykimit mos u ankoni përveç se për veten tuaj. Së katërti, kur të vizitoni xhamin, duhet të keni një veshje që I përshtatet asaj. Allahu I madhëruar thot në Kuranin famëlar: O bijtë e Ademit, vishnini përshtatshëm sa herë që frekuentoni xhamit. Hiqni dorë prej sjelljeve që I largojnë njerëzit prej xhamis. Në një transmetim të profetit të nderuar, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, thuhet: ai që ka ngrënë hudhra të mos I afrohet xhamive tona, atë mund ta haj ai që nuk do të vijë në xhami. Së pesti, nuk lejohet dhe nuk është e pranueshme që xhamit të përdoren si vend kalimi nga njëri vend te tjetri. Është e nevojshme dhe kërkohet prej të gjithë besimtarëve që të ruajnë autoritetin dhe shenjtërinë e xhamis, pasi ajo konsiderohet vend adhurim. Transmetohet prej profetit të nderuar, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar: mos I shëndërroni xhamit tuaja në vend kalim për ju, pa u ndaluar dhe pa u falur në to 2 rekate namaz. Së gjashti, gjatë kohës kur besimtari e frekuenton xhamin dhe qëndron brenda saj, ai duhet ta shpenzojë kohën duke kryer vepra të pëlqyera te Allahu I madhëruar. Lidhur me këtë aspekt, I dërguari I Allahut, paqja e bekëti e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, thotë: të gjitha veprat e frekuentuesit të xhamis janë të pavlerëshme, përveç se 3 kategori prej tyre: këndimi I Kuranit prej atyre që falen, fjalët e dala nga goja e besimtarit që është duke e kujtuar Allahun, ose fjalët e besimtarit që drejtojnë pyetje për të mësuar diçka. Së shtati, gjendja shpirtërore gjatë hyrjes në xhami. Në një transmetim prej Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: kur të marrësh vendimin për të shkuar në xhami, duhet ta dish mirë dhe ta kesh parasysh se je duke shkelur te dera dhe te shtëpia e një mbreti të madh, të cilën nuk e shkelin përveç se të pastruarit. Vetëm të drejtëve dhe të sinqertëve të mëdhenj u lejohet të frekventojnë kuvendin e tij. Duhet ta dish mirë se kur ta shkelish shtëpinë e mbretit, duhet I shërbesh atij. Duhet ta dish mirë gjithashtu se nëse nuk je I vëmendshëm ndaj autoritetit të tij, je ekspozuar ndaj një rreziku të madh. Duhet ta dish mirë se Allahu I madhëruar është I plotfuqishëm dhe vetëm ai e ka në dorë të mbulojë me drejtsinë dhe mirësinë e tij në tokë. Për ulu dhe për gjërohu përpara madhështisë së tij dhe shprehja e tij pa fuqinë dhe pa mundësinë tënde të madhe. Sa herë shkoni të kërkoni prehje dhe qetësi te Allahu I madhëruar, tregoja dorëzoja atij të fshetet e tua të mëdha, edhe pse ai I di mirë të gjitha ato. Je I vetëdijshëm se asgjë në qiell dhe në tokë nuk mund t'i fshihet Allahut të madhëruar. Asnjë krijesë në këtë ekzistencë nuk mund t'i mbajë të fshehtë atij. Ai është I mirë formuar për gjithçka që shfaqet dhe gjithçka që fshihet. Tregoje, shfaqjen dhe mos u druaj ta konsiderosh veten si krijesë më të dobët sa herë të gjendesh duke u lutur në praninë e tij. Pastroje zemrën tënde dhe zbraze atë për gjithçka që mund të bëhet pengesë mes teje dhe mes Allahut të madhëruar, sepse ai nuk pranon prej veprave përveç se atë që është më e pastra dhe më e sinqerta. Përpiqu të kuptosh se cila është pozita në të cilën gjendesh. Përpiqu të kuptosh
kuptosh nëse zemra jote ka nisur të ëmbëlsohet prej ëmbëlsisë së adhurimit të tij. Përpiqu të kuptosh nëse ke shijuar apo ende nuk e ke shijuar kënaqësinë që të fal, mëshira dhe bujaria e tij e madhe. Përpiqu të kuptosh nëse ke pirë prej gotës së përgjithshme kur vendos ti përgjigjet lutjes ai. Nëse ja ke shijuar të gjitha këto, nëse ja ke ndjerë të gjitha këto, nëse të gjitha këto përjetime hynore e kanë takuar qiellëzën e shpirtit tënd, atëherë kuptoje se ti je njeriu i përshtatshëm për t'u vënë në shërbimin e tij. Je ti njeriu të cilin Allahu i madhëruar do ta përfshijë me paqe dhe siguri që burojnë vetëm prej tij. Në të kundërtën, në rast se nuk e realizon asnjërin prej këtyre, i humburi je ti. Në rast se nuk i prek të gjitha ndjenjat dhe të gjitha përjetimet, do të mbetesh një njeri pa fuqishëm, i këputur e shpresë humbur, pas një vlerë. Do të mbetesh si një njeri që e shpenson kohën e jetës së tij pas një vlerë. Nëse Allahu i madhëruar do të shohë sinqeritetin në zemrën tënde dhe në shpirtin tënd, nëse ai do të dëshmojë dashurinë dhe dëshirën tënde për udhëzimin dhe njohjen e tij, do të shohë me syrin e mëshirës, të butësisë dhe të dëmshurisë. Allahu do të ndihmojë të jesh vepërmirë dhe konsiderohesh prej atyre që e meritojnë kënaqësinë e tij. Ai është bujari i madh dhe i pëlqen që ata të ushtrojnë bujarinë e tij me njerëzit në nevojë. Të madhërishtmit Allah i pëlqejnë të mbulojnë me mëshirën e tij të gjithë ata që e përgjohen me përulje te dera e tij vetëm për të kërkuar kënaqësinë e tij. Allahu i madhëruar thot në Kuranin famelar, cili është ai që u përgjigj nevojtarve kur luten. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, pasi e përmend të gjithë transmetimin e mësipërm, e komenton atë dhe thot: duke qartë se hadithi mësipërm në tërësinë e tij është kushtetues në vete për sjelljen, moralin dhe orientimin shpirtëror të adhuruesve të mëdhenj. Kjo është arsyeja kryesore pse e solla atë në mënyrë të plotë. Kisha shpresën se ky transmetim i plot do të ndihmojë këtë kategori njerëzish të mendojnë dhe të meditojnë edhe më shumë. Ajka e përmbajtjes së shprehjes profetike kur thuhet: kur të mbërrishte dera e xhamisë, kujtohu mirë se në portën e cilit je duke trokitur, kujtohu mirë se cilat xhenete je duke kërkuar. Është një ftesë indirekte e të dërguarit të Allahut, paqja e begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, për të kuptuar se vendi ku kemi shkuar dhe vendi për ku jemi drejtuar është dera e mbretit më të madh në ekzistencë. Është dera e atij që sapo shkelet për njeriu shndërrohet në një krijesë të pastër, i pastër prej papastërtive të tokës, i pastër prej papastërtive të shejtanit të mallkuar që i nxit zemrat me blozën e gjunahve. Allahu i madhëruar nuk e jep lejen për t'u afruar hapësirëve të tij të shenjta përveç se njerëzve të pastër, të çiltër dhe të sinqertë që e kërkojnë me ngulim afrimitetin e tij. Ajo leje u lëshohet vetëm atyre besimtarve që e kanë pastruar veten prej formave të dukshme dhe të padukshme, të idhujtarëve e të politeizmit. Është detyra jote kryesore, besimtar dhe besimtare e nderuar, që ta shndërrosh autoritetin, madhështinë dhe krenarinë e të gjithëpushtetshmit në dritën e syve të tu. Pasi ta kesh realizuar me sukses këtë transformim shpirtëror, atëherë bëhu gati të prekësh parajsen e tij më të madhe dhe bashkë me të të shkelesh në qëllimin e shtruar me paqe të përjetshme, prehjen e qetësisë. Tashmë je një antar i bekuar dhe fatlum që endesh hapësirave të magjishme të mbretërisë së tij, atje ku caktimi i tij e lëviz gjithçka sipas një projeksioni të shenjtë dhe të mahnitshëm. Tashmë gjendesh te paradomet e përjetësisë dhe të anekset e saj. Gjendesh përballë Krijuesit të gjithësisë, i cili ka në dorë fatin tënd të përjetësisë, i gjithëmëshirshmi, bujari dhe falsi i madh, ka në dorë gjithçka dhe ti, o njeri, gjendesh përballë një rreziku të madh, ose Allahu i madhëruar vendos në mëshirën e tij të madhe të marrë në konsiderat adhurimet e tua modeste, që edhe në qofshin sa një mal i lartë mbeten të vogla në krahasim me mirësinë e tij të madhe, ose të përfshirë në amnistinë e tij të madhe, dhe shpërblen veprat e tua të vogla me shpërblimet e tij të mëdha, ose mund të ndodhë krejtësisht e kundërta. Je ti ai që e vlerëson momentin, nëse është i vështirë e kritik apo jo, nëse e vlerëson vërtet rëndësinë e këtij takimi, nëse e vlerëson vërtet rëndësinë e kësaj dite të madhe, atëherë duhet ta pranosh me fuqinë e shpirtit dhe të zemrës, dobësinë pa fuqinë dhe varfërinë tënde të madhe përpara Krijuesit të botave. Kur të shkosh për të adhuruar atë dhe kur të shkosh për të kërkuar qetësinë dhe prehjen të dyert e mëshirës dhe të prehjes së tij, zbras shpirtin, qenjen dhe zemrën për gjithçka tjetër dhe bushatisi ato vetëm për të madhurueshmin Allah. Mos lejo që askush tjetër në ekzistencë të ndërhyjë te mendimet dhe të shqetësimit e shpirtit tënd, sepse kjo e komprometon dorëzimin e shpirtit dhe hapësira e shenjtë te afrimiteti dhe e vesh atë me një pelhur të dyshim, politeizëm dhe idhujtar të fshehtë. Allahu i madhëruar pranon vetëm zemrat e pastra dhe plotësisht të sinqerta që i dorëzohen atij. Nëse e gjen te vetja dhe e prek thellësive të shpirtit tënd ëmbëlsinë e përuljes ndaj Allahut dhe të përmendjes së tij, nëse e gjen veten të
përfshirë prej mëshirës së tij të madhe, prej faljes së tij të madhe, nëse gjen veten të përfshirë prej mrekullive të tij të ndryshme dhe pjesë e pranimit të tij, atëherë duhet të kuptosh se je i denjtë për të qenë një shërbëtor të hapësira e afrimitetit të tij. Kjo është leja e përjetësisë për të futur në parajs dhe për të qëndruar aty i qetë dhe i sigurt. Nëse e gjeni veten të përfshirë në gjendje të tilla, atëherë qëndroni te dera e madhe e madhështisë së tij dhe tregoje aty dobësinë tënde karshi Allahut të madhëruar. Kur ti tregosh Allahut të madhëruar dobësinë tënde të madhe, kur ta shpalosish përpara pranisë së tij, së shenjtë, pa fuqinë tënde dhe dorëzimin e plotë të qenies, duke vënë fatin, të ardhmen dhe caktimin në dispozicion të Krijuesit të gjithësisë, dhe kur ai të shoh te zemra jote sinqeritetin dhe përulësin, ka për ta mbuluar atë me paqe, prehje, mëshirë e qetësi. Është ai i lartësuari Allah që e mbulon qenien tënde me ndihmën e mbështetjes që ti të ndjekësh rrugën dhe kënaqësinë e tij. Është i gjithëpushtetshmi Allah, ai që e mbulon robën e tij të nënshtruar me format e ndryshme të ndihmës, mbështetjes, mëshirës, faljes e bujarisë. Allahu i madhëruar në Kur'anin famëlar thot: Cili është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ka nevojë? Cili është ai që e largon të keqen për